Një incident u regjistrua në ambientet e brendshme të gjykatës së Tiranës, gjatë seancës për caktimin e masave të sigurisë ndaj 19 personave të ndaluar pas protestës së opozitës më 24 janar para kryeministrisë. Raportohet se një qytetar ka kërcënuar dhe ofenduar deputetin demokrat Klevis Balliu, si dhe avokatët mbrojtës të protestuesve, duke i cilësuar ata dhe të ndaluarit si kriminal dhe duke përdorur gjuhë kërcënuese për fshirë shprehje për atentat ndaj tyre. Sipas avokates Eda Grimçi, ngjarja ndodhi në prani të forcëve të rendit, ndërsa personi i panjohur u afrua pranë tyre teksa prisnin vendimin e gjykatës dhe nisi fyerjet e kërcënimet. Personi në fjalë u shoqërua nga policia, siç shihet edhe nga pamjet e siguruara nga SNA. Raportohet se ai është babai i një të riu me çështje në gjykatën e Tiranës, i cili kishte shkuar për të marrë dokumente për djalin e tij. Pas një debati verbal me stafin dhe efektivët e policisë, situata agravoi dhe u përfshin edhe avokatët.